Hajdeni të kalojmë bashkë një ditë në ishull. U zgjova herët bashkë me motrat dhe drejt dhe në qendër. Si fillim një outfit check dhe nisemi drejt për kafen e mëngjesit. Tani që sezoni mbaroi, më në fund kemi pak qetësi këtu në ishull. Shpejt e shpejt dhe tek furra, pasi dita nuk nis asnjëherë pa kafen e mëngjesit. Si fillim bëjmë disa foto, bëjmë gjithashtu edhe disa video dhe nisemi drejt për në Hondos. Sot në Hondos Center për fat kishte plot oferta dhe mua më duhen realisht disa gjëra. Kjo bluza më pëlqeu, por i kam dhe të tilla në shtëpi, kështu që nuk më duhet dhe kjo e treta. Dhe mua që më kanë mbaruar goxha produkte si make-up, concealer dhe nuk po di se çfarë linje të marr. Goca po më testonte atë të Estée Lauder që është e preferuara ime. Voila, blerjet gati dhe nisemi drejt në shtëpi për të bërë një haul. Dhe gjithë familja nuk doli pa gjë sot. Këtu janë disa gjëra që kishte marr motra ime dhe i mori me super ofertë, kjo bluza e mamit dhe këto pantallonat gjithashtu. Vazhdojmë me çantën nga Hondos Center. Një larës nga CeraVe për vëllain, këtu motra mori këtë me kanin dhe unë një krehër të ri. 2 xhela vetullash, një për mua edhe një për motrën time. Të fundit, por jo më pak të rëndësishmet, dhe unë zgjodha përsëri këtë fotatinën nga Estée Lauder, kam diku tek 3 vjet që e përdor. Dhe kësaj radhe zgjodha dhe concealerin të njëjtës linjë. Këto ishin të gjitha, faleminderit që ishit me mua sot.